Përshëndetje miq. Do flasim pak për gjendjen tiroidale. Njerëzit që kanë probleme me tiroiden, çështja këtu është që nëse ke problem me këtë pjesën këtu, si më thënë gjendjen tiroidale ose me gjëra të tjera, të cilat ti nuk e di fare, është në fakt e gjë e brendshme. Pra, sëmundjet janë të brendshme në fakt, dhe neve duhet t'i shohim nga brenda që të bëjnë të shëndetshme nga përjashtë. Gjendja tiroidale, ashtu si dhe gjëndrat e tjera, lidhet me çakrën e fytit. Të lashtët e dinin se si të shëronin këto gjëra. Sigurisht të lashtët nuk ishin spitale, nuk kishin nevojë për gjilpër apo ku diun, gjëra të ilaçe nga përjashta e trupit, dhe i shëronin gjërat nga brenda. Dhe një nga mënyrat më të mira për të shëruar këto është pra e folura, sepse në fyt keni parasysh këtu del zëri, energjia nga goja, dhe folura po dhe lidhja me elementet e natyrës, me 5 elementet e natyrës, jo vetëm me detin apo pa detin apo jod apo pa jod. Dhe prandaj kemi për shembull tek Student Lotus Ocean ja 4-5 raste të cilat janë shëruar nga problemet që kishin nga tiroidja. Pse? Sepse e folura dhe lidhja me elementet e natyrës dhe ngrënia e ushqimeve të balancuara, që balancojnë 5 elementet e trupit brenda teje. Sigurisht për këto unë mësoj tek Meditimi Lotus Ocean. Mirë se vini nëse ka dëshirë dikush të vi te grupi i ri.